Ditë e madhe për botën, këto dy vende I japin fund konflikteve, nënshkruajnë marrëveshjen e paqes në Washington. Ruanda dhe Republika Demokratike e Kongos kanë nënshkruar një marrëveshje paqe historike në Washington me qëllim të japin fund dekadave të konfliktit përgjakshëm mes dy vendeve fqinje. Marrëveshja u arrit me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pritet gjithashtu t'i hap rrugë Washingtonit për qasjet privilegjuar në burime të minerare të rajonit, raporton BBC. Sipas dokumentit, marrëveshja parashikon çarmatimin, çaktivizimin dhe integrimin me kushte të grupeve të armatosura që luftojnë në lindjet Kongos, një rajon prej vitesh I zhytur në dhunë, shpesh me përfshirjen e palëve rajonale. Megjithse detajet mbeten të pakta, palët janë shprehur optimiste. Presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump e cilësoi marrëveshjen si një ngjarje me rëndësi globale. Kjo është një ditë e madhe për Afrikën dhe një ditë e madhe për botën, shkroi ai në platformën e tij Truth Social për arritjen e marrëveshjes. Zyra e presidentit kongolez Felix Tshisekedi e cilësoi këtë si suksesin diplomatik më të rëndësishëm në mbi 30 vjet për vendin. Marrëveshja u nënshkrua nga ministrat e jashtëm të dy vendeve në ambientet e Departamentit Amerikan të Shtetit. Në media është përfolur edhe një takim I mundshëm mes presidentit Tshisekedi dhe Paul Kagame të Ruandës me presidentin Trump në Washington, megjithse një datë ende nuk është caktuar.